Të dashur miq e mikesha, shqiptar kudo që ndodheni, faleminderit shumë që vini më takoni në rrjetet sociale, por tashmë edhe në YouTube të Olti Curi TV. Sepse ditën e fundit ne pritëm që nga Bigu i Shqipërisë të dalë Rogerti. Por jo, produksioni vendosi ndryshe. Rogerti e drodhe e tha, i thash Stenaldos të ka mallkuar Zoti për përmendjen artikulimin, por ndërkohë harruan të nxjerrin një video ku ai thotë, "Hey, më gjej, ku jam? Ku nuk jam? Më shikon, më gjen dot, ku jam? Më gjej." Pra, e kishte me shikimin e tij, me mungesën e shikimit Stenaldos dhe nuk e kishte fare me mendjen. Publiku është shumë i vëmendshëm nga kjo qasje, por një pjesë e publikut e do Rogerti dhe komenton. Unë bëra një sondazh faqen time. Ka zënë mend Rogerti apo është penduar dhe përgjigja është shokuese, do e kemi pas pak duke ndjekur të plot videon. Është bërë gjallë një vajzë me inicialet E dhe thotë se e kam patur në master në New York. Çfarë din ajo për Rogertin? Për këtë do të flasim sot dhe gjitha komentet që keni sjellë ju në faqen time. Ja nisim me njëherë me siglën time modeste për emisionin modest. Megjithatë, sigla s'do mungoj asnjëherë, për sa kohë të kemi një instrument që e kam blerë në Rom dhe ka kushtuar as më shumë e as më pak kjo dajre e tarantelës se sa 5 euro. Okej. Keni thënë gjithmonë, sa të qullët këto të Bigut të Shqipërisë, po bëhet nami në Kosovë. Por ndërkohë, në moment që hyn Rogerti dhe trazon ujrat, thatë, Rogerti out, Rogerti të dalë jashtë, Rogerti nuk bën. Atëherë kam frikë se nuk një të gjendet asnjëherë kësaj pune. Të gjithë bijem dakord që askush nuk i do bullizimet. Dhe Rogerti, për sa i përket bullizimeve, gjatë gjithë kohës së qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ka qenë kampioni i kësaj pune. Çfarë ka bërë kjo? Ka bërë që publiku të ndahet. Publiku të ndahet dhe të tregojë të tjerën për sa i përket asaj që mendon në lidhje me Rogertin. Ju mendoni se sjellja e Rogertit ju shqetëson ju dhe gjithë publiku mendon kështu. Por jo, mos harroni që ka një publik i cili është mes nesh, njerëz që ne ndajmë ditën, tavolinën, miqësinë, farefisnin, komshillëkun e gjithë shka tjetër. Po, shumë prej tyre janë dhe gifter që hedhin para, njerëzve të cilët bullizojnë në TikTok. Dhe duhet thënë se Rogerti është kthyer në një idhull i bullizimit, një lloj si ata të cilët bullizojnë pa mëshirë në TikTok dhe jo vetëm që kanë shumë fansa, kanë influencë, kanë pushtet, por mbledhin edhe shumë para, sepse ka njerëz që eksitohen nga ky veprim i tyre dhe duan të shpërblejnë për punën bullizuese që ata bajnë dhe hedhin para të shumta, para të konsiderueshme. Me sa duket, duhet thënë se Rogerti, nëse do të donte me patjetër një karrierë në rrjetet sociale, kam përshtypjen se më shumë se sa tip Facebooku apo Instagrami, Rogerti do të ishte një TikToker i niveleve më të larta, duke bërë live dhe duke folur e duke masakruar të gjithë banorët e Big Brotherit. Sa e drejtë është kjo? Unë mendoj se nuk është as pak e drejtë, nuk është as pak etike, madje nuk është as pak njerëzore. Por, në fund fare, kjo është një garë, kjo është një arenë. Mos harroni, në arenë, mira vjet më parë, gladiatorët humnin jetën, luani shqyente, ishin atlet me potencë, ishin njerëz të fuqishëm, dhe publiku duartrokiste dhe gëzohej pa mas, madje priste gladiatorin tjetër, luanin tjetër, pra që luani të shqyente një tjetër person. Dhe me sa duket se kjo lojë vazhdon edhe pas mira vjetësh dhe publiku nuk është ngopur asnjëherë me gjak. Por çfarë ka ndodhur? Unë bëra një sondazh, vërtet e izoluan Rogertin. Por çfarë mendojnë shqiptarët? Pyetja ishte shumë e thjeshtë. A ju duket i penduar Rogerti, a ka zënë mend Rogerti? 90% e mesazheve thonë jo. Rogerti nuk ka zënë mend, ndërsa 10% e tyre, shumë e sigurt, thotë po. Rogerti ka zënë mend dhe në moment që do dali nga ai izolimi që kanë bërë aty mes gurave, ai do të jetë një njeri tjetër. E kanë izoluar duke i bërë një ambient si në kohën e gurit, si në kohën e Flintstonave, nëse keni parë filmin, ku gjithçka ishte primitive. Sepse sipas produksionit, primitiv ishte edhe sjellja e tij, por produksioni duhet t'ia kishte montuar edhe videon që përmenda pak më parë, ku Rogerti i thotë Stenaldos, jo vetëm që unë të thash ka mallkuar Zoti për mendjen dhe për artikulimin, por dhe atë tjetrën, më shiko ku jam, më gjej ku jam, më shikon dot, nuk më shikon dot. Pra, u tall me handikapin e tij. Ky ishte sondazhi që u përmend. Ne kemi një vajzë që thotë, Olti,
Rogerti ka probleme të mëdha personaliteti. E kam patur në klasë në master. Do e lexojmë letrën e saj, do e lexojmë mesazhin e saj që më erdhi inbox. Të paktën ajo vetë deklarohet që ka qenë në klasë me Rogertin. Rogerti më pas kur të dalë nga shtëpia do shikojë ndoshta këtë video dhe do të kthej përgjigje vajzës në fjalë. Por ndërkohë, i kthehemi sondazhit. 90% e shqiptarëve thanë që Rogerti nuk është penduar fare. Madje sipas tyre ai duhet të kishte dalë nga shtëpia e Big Brotherit. Por 10% e tyre thanë që Rogerti është penduar. Por komentet e tyre si kanë qenë. Ja si e komentojnë Rogertin. Një mesazh thot, ai s'ka ndryshuar për 50 vjet, aq sa është. Imagjino të ndryshoj për një natë. Pra besimi është zero, por Rogerti nuk është 50 vjeç, është më i ri. Ky është njeriu më i zgjuar. Të gjithë fjalët e këqija që thon për të, është edhe më rënd. Por duhet pranuar, kemi të bëjmë me një fenomen, thot një mesazh tjetër. Kalojmë tek një tjetër mesazh që thot, ky është sherr budalla. Ja fut si ka Opelës, të dalë ku të dalë. Ky tip nuk ka çfarë të humb. Kalojmë një mesazh tjetër që thot, po produksioni të tilla budalli që do, normalisht që nuk e nxjerrin. Dhe të njëjtën gjë do të bëj ai. Pra mesazhi thot se ai do vazhdoj. Ujku i qimen e ndron, zakoni nuk e harron. Po deri e ndron qimen, thot një mesazh tjetër. Duke rënë në batakun e Rogertit dhe duke bullizuar. Kam përshtypjen se derë nuk thuhet për sa i bukur je si derkuc. Ju flet njëri që është diskutuar shumë për mbi peshën e tij. Ka zënë mend sa është vetëm. Prit sa po të dalë Rogerti nga shtëpia, sepse do të filloj edhe më keq. Një mesazh tjetër thot, Rogerti është Suada Muça në versionin mashkull. Kam përshtypjen se këtë nuk e kanë një përmendur Suadën për ta komplimentuar Rogertin, kështu që këtu kemi të bëjmë me një person tjetër që kritikon Rogertin, kërkon të jap një mendim për të, por e bullizon. Më vjen keq për këtë. Kam përshtypjen se Suadën në këtë kohë nuk e keni përmendur për mirë, duke krahasuar me atë. Thot një mesazh tjetër, mirë ju a bën atyre se s'kan për çfarë të shkojnë te dera. Ata e lanë si qenë, brënda në shtëpi, në kohë primitive Rogertin. Imagjinoni pak. Prisni kur të dalë, qeni Rogert ka për t'i sakatuar. Pra ka mesazhe që krahasojnë një veprim me veprimin që bëhet me kafshët, sidomos me qenin që izolohet. Izolohet për të tërbuar, izolohet për të kafshuar, izolohet për të bërë më i rrezikshëm. Pra kjo na bën të mendojmë, a ka bërë produksioni zgjedhjen e duhur duke izoluar Rogertin? Mos do ishte më mirë të rinte në shtëpi në momentin që vendos të mos dalë nga shtëpia, apo të merrej nominimi për këtë? Këtë do e shikojmë. Mesazhi thot, Rogerti, një lloj si qenit do tërbohet akoma edhe më shumë. Një mesazh tjetër, tallet sepse i dha krah produksioni e la 24 orë me kamerat që reklamojnë vetëm atë. Njerëzit me shpirt të zi manipulator nuk ndryshojnë, thjesht hiqen sikur ndryshojnë, por jo. Një mesazh tjetër pro Rogertit thot, produksioni i dha të drejtën të qëndrojë në shtëpi. Ai le të vazhdojë të tallet me produksionin, prezantuesit, opinionistët dhe sidomos të masakrojë banorët, sepse ju dha kjo mundësi dhe ai nuk është, ajo është një mundësi e artë dhe ai nuk është budalla që ta humb këtë mundësi. Kthehemi tani tek letra që ka dërguar një vajzë që pretendon se ka patur në klasë Rogertin dhe thot, Olti, Rogerti ka probleme serioze personaliteti. Nuk është mirë nga mendja, e kam pasur në klasë në master, masterin që ai përmend gjatë gjithë kohës në Universitetin e New Yorkut. U zu me të gjithë, askush nuk fliste me të. Është zënë edhe me profesorët. Nuk mbushte mirë. Askush nuk i fliste. Dhe bënte si stalker i profesorëve, i ndiqte, i merrte në telefon dhe i shkruante gjatë gjithë kohës. Ishte komplet i çmendur, thot vajza që pretendon se ka qenë në klasë me Rogertin. Por me sa duket, ne këtu të Olti Curi në YouTube, Olti Curi TV në YouTube, Rogerti më jap shumë material dhe ne do rikthehemi sërish. Faleminderit që ishit këtu me mua.